Sezoni veror ka sjellë drejt Vlorës me qindra pushues vendase të huaj, mes tyre sigurisht janë edhe qytetarët vlonjat, të cilët i gjen çdo ditë në Bregdet. Pushues vendase të huaj që gjenden sot në plazhet e qytetit të Vlorës tregojnë se deti, plazhi dhe klima e mirë janë arsyet pse sezonin veror e kalojnë në Vlorë. Qytetin e përshkruajnë si më të mrekullueshmin në Shqipëri. Pushuesit tregojnë se e kanë nisur sezonin në muajin maj, por edhe më parë dhe do ta vazhdojnë gjatë dhe përgjatë vjeshtës dhe dimrit. Në qytet tregojnë se ka shumë turistë dhe janë me kompozitë të ndryshme, teksa pritshmëritë e tyre janë që ky sezon të jetë pozitiv. Sipas pushuesve, ndikim negativ në sektorin e turizmit kanë protestat që po zhvillohen, të cilat sipas tyre po trembin dhe largojnë turistët nga Vlora. Përgjithshme a mirë, vetëm që na i prishin një çik koha. Filluan dallgët, donim një det më të qetë. Në Athina me shit tash. Si është klima moti? Klima siç e shikoni dhe vetë. Erë mirë, erë keq. Po pavarësisht neve do vim të bëjmë çik plazh se kemi nevojë për shëndetin. Kur e ke nis këtë sezon veror? Jo, këtë sezon e nisa çik me vonesë. E shet detin plazhin si arsye si mjet, le të themi. Po, e kam nevojë shëndetësor në radhë të parë. Edhe si mjet që kalojmë dhe orën, se mosha jonë tani. Po kjo është rritur mes të Vazhdon detit. gjatë plazhin këtë vit? Po të shikoj me të parë, me të bërë, pa planifikim. Dëshirën e ke? Dëshira shumë e madhe. Vlora ka pushues, ka turist? Jo, Po si këna gjerë shtator këtu e ke? jo. Do të ketë në vim, ke pritshmëri se mund të ketë më tepër? Parashikimi është kota, them, se nuk dihet nga dita në ditë. Po mua më vjen keq dhe me ato protestat që ndodhin në Tiranë, po na i prishin imazhin e Shqipërisë që kemi vendin më të bukur në botë. Si po duket sot? Plazhi unë sa kam ardhur, as kam fjetur tërnatë dhe erdha drejtë në plazh. I lash ato që ishin për frigorifer, edhe erdha në plazh. Nga vjen? Nga Athina, Sot erdha nga Athina, atje banoj. atje jeton. Kthehesh vit për vit për pushime në Shqipëri? Po, ja te kam shpinu. Unë sa marr rrugën për në Vlorë, më mbushe muskrit, them erdha në Vlorë. Shpreha të dashurisë. Ka emigrantë të tjerë që duan shumë atë dhe rikthehen për pushime? Ka shumë. Ka shumë, po nga çmimet nuk vjen. Edhe atje që mblidhemi, mund të ishim 10 veta par djevë, me shoqërinë që kam qenë rroba qepsi. U mblodhëm, u bashkuam, pim kafe dhe vetëm për Vlorën flasim. Vetëm për Vlorën. Si të duket Vlora qyteti? Vlora është mbreti i Shqipërisë. Mos e ashtu e egzagjeroj, po që është. Do të vazhdosh gjatë pushime? Deri shtator këturi unë, siki. Faleminderit. Djem të vinë, të ikin, domën e kanë. Ti sikër? Unë siki, deri në shtator jam këtu. Sot, shka, dite vakët nga dalgët, po shumë të ka që mirë. Dite të ka që mirë. Dhe se la fajnë të që të shumë. Po, ku të bëjmë ne? Ne punë s'kemi se jemi pensionista kësa. S'kemi këtë bëjmë tjetër. Vetëm për plajë. Kur e ke nis plazhin? Pa nga fundi majt, nga 20 maj. Deri kur e vazhdon? Po që se vazhdon koha dhe në nëndorë vjetorë, kur të vazhdoj. Po së... Si është e Vlorë, qytetin? Si, kujton, në shkuptim e thua ti, po, Vlora, qytet, të shi zgjuar se po vinë plot njerës sa të dush. Ka turist? Ka plot. Pastaj turistë, nuk është puna vetëm të turistë, po Vlora ka të huaj që kam blerë shpitu sa të dush. Më shumë dëgjon të flitet italishte, rusisht e kujtun, që sa shqip. Kështu që ka plot. Pa dhe kështu vinë ditë për ditë, plot. Se sa të vazhdoj nuk e di. Se sa të ndikojnë dhe ato protestat që po bënë. Se nuk dihet se qa bete e punë, është një farë rëmuje me sa shumë. Nuk e di se shbet. Çfarë të pëlqen më tepër? Të gjitha të mireja. Deti mirë, me ca dall, pasështia mirë, të gjitha. S'mungon gjë. Ju nga jenë? Po nga Vlora. Nga Vlora. Kur e ke nis të sezon veror? Shpejt. Kur e mbyllni? Në shtator, unë pensionist jam, më i gjithë kohë. Po si vjetë ka fillua vonë, për disa arsye kam gjithë. Ndërkohë, në qyteti ka pushues, ka turistë? Shumë. Çfarë ke parë, çfarë këndësisht? Po Shqipëriet po di që flasën ju të huaj dhe ikim, ne jemi pleq.
Po ka do visa, ka pallatet ku banojmë janë mbush me tiraxhi. Pse duhet ta zgjedhin Vlorën? Vlora është e bukur, Vlora ka qenë e bukur. Ka qenë që s'ka qenë bota fare. Vlora është tjetër. Pavarësisht rrymat, gjërat, që vinë, po rrukullisë e Gurje do vënë në vend vetë. Përgjatë kësaj periudhe në qytet gjenden me qindra turist nga ata të Evropës lindore e perëndimore deri tek vendet e largëta si Amerika apo Australia.